fëmija kur të kanë, kur me I kuptu emocionet e veta, mi ndje. Edhe nëse I ndjen ato, jo me dënu pse po kanë, ose mi thonë sen s'ki. Për shembull, marrëveshja jonë ka qenë që unë po edukoj fëmin, po sakrifikoj vitet e mia për edhe karierën për me eduku fëmi, ndërsa burri jam e ka anën financiare. E përmende ma herët ta folçi me shoqe për problemet e mëmësisë. Edhe kështu mendu diçka thash, a folin mëre babat na herë për problemet e të qenë babë? Është shumë kënaqësi me pas sot Majlinda Bytyqi Joha me mu, nanën e 2 fëmijëve të mrekullueshëm, edhe vetë një nanë e mrekullueshme se fëmijët nuk dalin mrekullueshëm pa qenë edhe nana. Mirë se erdhe Majlinda. Mirë se gjeta Vlera, Allah është përbleft. Amin edhe ty, faleminderit shumë që e ke pranuar ftesën. Faleminderit për ftesën. Kështu me ka 2 mbiemra, po vazhdojmë. Po dhe në fond. Qysh bashkë kisha pas qef me shtë më fillu, qysh ndjehesh kur prezentohesh me 2 mbiemra, që do më thonë na ka shku një kohë, jo minimum 20-25 vjetë, do më thonë me një prezentim, me një mbiemër, qysh është për ty? Valla e kom pas pak të vështirë me pranu që tash e kom 2 mbiemra, bile halo ka një herë ndo raste prezentona se veç Majlinda Bytyqi. Okay. Se ndjehesh po, ma Majlinda. Halo e reh në mendjen teme. Po jo, elhamdulillah. Kur kena vendos po martu, edhe shkum për kurorëzim, e kom pas këtë mendimin me shku me 2 mbiemra me një, po ma mirë me 2. Po dhe, okay, po. Unë realisht e kam një, okay. E kom pas një farë, do më thonë, I kom ndru mbiemrat, njërë e kom majtë veç temin, okay. Komplet, që ka qenë pak sfiduse për atë kohë, për rrethin me majtë një mbiemrën e babës. Po. Mande mas një kohë, dashta milion dët, një familjare që punon komunë më tha shumë problem, diçka nuk e di për fëmijët e tjerë, shkuva e majta veç dëburit, nuk mata, që e kam tash ato kështot zyrtarisht, por realisht këto bukëshin normal që nuk moj pa buqit prezentimin. Majlinda, çka mendon, kisha dashur që kjo bisedë me qenë bashkë bisedim shumë I qetë mes neve, që shu knaqëm të pi kafe bashkë, paraprakisht me qenë e njëjta energji që transmetohet e njerëz që na shikojnë. Me qenë non, a mendon që është ma shumë knaqësi apo sfidë? Po më varet Vlera dhe në qëfar pozitin është atë jetës tje, qëfar rrethana familjare, qëfar gjendje mendore, emocionale. Për mu, fillim, ka qenë pak sfid në vitet e para, se nuk jam konë shumë e përgatitur se çka po vjen, edhe nuk e kom ditë se qysh është te normal përgatitesh me një farloj mendimi, po te realisht pa u provu me qatë sen, nuk mundesh me ditë. Për mu ka qenë sfid deri në një moshë, tani kur e kom kuptu rolin tem, kur ja ka nisë më bo ma e natyrshme roli, tani ka fillu me qenë knaqësi. Sidomos me fëmijën e dytë, pesho që është këgja ma e letë vitet e parat, viti parë po është I letë, po është knaqësi, pe ndjej ma shumë, se vitet e para me djalin e parë kanë qenë ma shumë sfid, valla. Moj me thonë sfid nëse nuk du me mshef. Edhe me zbukuru. Është realiteti. Është realiteti, ka qenë sfid. Se cila nanë që është nanë e din, që fëmija I parë. Fëmija I parë, po, sfid. Është një farë eksperimentin, thojza din, mënoj se ti jetu eksploru edhe vetë me qatë përvoj të re. Po, shumë e vërtet. Majlinda, unë e të kom përcil në rrjete sociale, edhe e di so shumë, dhe më thonë, so shumë ke nda gjana të dobishme, se vish me nda, din, pëmdoj na mundëm I çdo ditë me postu diçka, po është ideja me postu diçka të mirëfillt, edhe më kanë bu gjithmonë shumë për shtypje, mënyra që I ke nda që ato përvojat, eksperiencat e tuja dhe se na zakonisht që e bisedume dhe paraprakisht të teoritë e prindërimit në aspektin teorik, jo vetëm në aspektin profesional, psikologjik, po dhe nanat e reja sot të gjitha si ju informohen, tentojnë me u informu dhe I dijin. Por realisht, pjesa praktike ka te për rëndësi edhe më ka pëlqy që shti I ke nda përvojat e tua me momente specifike me djalin. Edhe unë kom qenë këtu, a I ka reagu kështu, ka rezistu, edhe që është një ndim që unë, kur kom qenë nanë e re, isha gëzu shumë nëse kisha pas një material të tillë. Qysh ka qenë për ty, pëmëndoja, a u konë dëshirë, qef, a je përmbush me që ato kur tjertë kanë përfitu?
Çka të ka shty po mendoj? Valla Vlerja ka nis krejt spontanesht, nuk e ti as vetë qysh. Ka fillu, se une kom djek ma herët shumë nëna jashtë që kanë postu, edhe e kom pa që ato postojnë shumë prej përditshmërisë tyne, jo na me qitë një kamerë dikon edhe me zbukuru e bënëm këto, se normal ti, nështë unë malin e kom rritë në një ambient që u kon i strukturum, i lojës, moj me thonë. Për shkakun e kena pas një dollap, që aty ka pas do materiale, ku mëngjesin e ka kalu tu u fokusu, tu punu punët e veta, qysh edhe unë kom mujt më nda veç ato momente edhe krejt bukur po ecë, edhe tani se cila nana menu që okej, fëmija e saj për bën, jam i s'pë bën. Po realisht ka pas shumë ma shumë mrapa që aty në momenteve. Kur e kom pa që po postojnë, kom thonë, okej, pse mos të provoj edhe unë, edhe ka nis një herë me një foto, një foto, njerëz ka nisë më shkrujt, njerëz ka nisë me më bo follow, tani që ato qaja sfida jam që u kon e përditshme, kur dikush më shkruj ke diçka, për mu kon wow. Se për shkakun ka pas momente kur kom postu që është nuk ka dash mu vesh, ja kom leju që të sen, kur kom ledu diçka, kom po e kom marrë, me kom bon praktikë, kom postu, dikun ka shkruj më ka ndihmu shumë, tani që halo ma shumë ka motivu, edhe realisht 3 vjet e para kom postu qaq shumë, sa që kur e menoj që tash thëm, o zot, qysh kanë mujt njerëz me nejt me mu që ato kohë, që atë shumë storje, qysh kanë, po ka qenë diçka që mu më ka përmbush këgja shumë, si maj lind, si non, si gru, ma ka ndrejsh këgja shumë disponimin, se normal, kur do me arriti diçka shumë të madhe me fëmin, do të një farë motive, edhe do të një farë, nuk është qaq e letë nëse do me eduku mirë, po folim në edukim të mirë fillt. Shumë e vërtet. Realisht i po thu, kur njerëz kanë shkru, kanë pas fëmijë edhe i ka përmbush ato shkrimet e tua, po unë isha duke i mendu moshat edhe realisht kur kom fillu mi përcjell shkrimet e tuja, nuk është që i kemi pas fëmijët në të njëjtën moshë, po unë prap kom pas interes me i lexua, dhe se në shumë, më thonë, mendoj të dobishme, po dhe të mira, se njeriu vazhdimisht mëson prej secilës praktikë të dikujt të mirë fill. Gjatë ditëve, gjatë kohës, kur ti e ke rrit, pëmdoj, tash po flas fëmijën e madh se të voglim, halo një vjet, edhe normal halo në jenë procese të fëmijërisë hershme. A ka pas një praktikë specifike që ke thonë, okej, çto po ndjeki? Realisht Vler, kur ja kom nis me hulumtu dhe me lexu, për mu mendoj që ka qenë pak ma e dobishme edhe ma e strukturuar me ndjek një praktik. Në këtë rast, unë i kom këshyr, më fillimisht kom ranë Montessori, në metodë ligjine Maria Montessorit, edhe tani i kom përcjellë do metodologji tjera, ma e mirë dhe ma e kapshme edhe mënyra që kanë spjegu, më ka do ke Maria Montessori, për shkak që ajo realisht, tash me kështu që ka bën, ajo veç e ka ndjek natyrshmërinë e fëmijës, e ka pa që fëmijët në një ambient, kur ti i lën me eksploru në disa materiale, ata lulëzojnë që aty, ata i përmbush fokusi, se nëse një fëmijë e lën edhe e shet, nëse një fëmijë ka interes me kerre, edhe e lën që atë fëmijë që aty, ja bën një aktivitet me gjuhën i kerr, atë e lën, ka fëmijë që 10 minuta e gjuhën, ti veç e këshyr, edhe se ndërprejnë që ajo ka me përmbush atë fëmijë, qysh na përmbush neve një punë, nëse shkojna në punë e kryna që atë punë, jena ma të lumtur, na ka thonë shefi një fjalë të mirë, jena shumë ma të lumtur, ma të përmbushën, e njëjta është për fëmijën. Ai ka me konë disponim ma të mirë, ka me shku dita mirë, se e ka përmbush që ato që ai ka pas nevojë. Dhe më thonë, qatë fokusin e ti edhe qatë mësimin, sa ajo është mësim për to. Shkencë. Shkencë për to, shkencëtar të vogël. Edhe tani më ka bu shumë për shtypje, se kur ja kom njësë une me observu, me vëzhgu malin, e kom pa që, okej, për një me që ashtu është, se e ka bu një orar, e kena pas një orar, u shumë mëngjes, ka hongër mëngjesin, ka fillu e kom ullë të veni vetë, edhe ka vazhdun, ka qenë gjendje tash ajo ndërtohet, njerë u konë 1 sekund, i ka gjujt lodrat, nuk i gjujmë lodrat, e kom marrë, kom zëvëncu me do topa, i gjujna topat, edhe kjo ka ndërtu shprehi. Okej, na lodrat nuk i gjujna, nuk i shkatrojna, librat nuk i shkyna, nuk i shkatrojna, edhe me të regu drejt, rrallë ka ndodhë tani që më ka shky malin a i liber, për shkak që ajo ka qenë tani
e vazhdueshmëri se ti ja spjegon edhe fëmia e kupton ka dale, ama kjo normal don pak për kushtim, pak durim, edhe si metodologji më ka pëlqyer shumë se u kom veç në natyrshmëri të fëmisë. Nuk ka pas, edhe nuk, si tash, është edhe kjo keq kuptimi veç lodra të drunit. Jo, te fëmin mundesh me, kjo është esenca që kur te qen edhe në park, një fëmijë shkon non-stop rrshet, ti nuk ja nal që ato, e len. Nëse e nal se dush me shku në shpe, i thuj, ki 10 minuta kohë, du të me shku. Dhe më thonë, i jep kohë fëmis, me përthith që ato, me përthith informacionin, aj me kohë në gjenje me mësu një sen, edhe që ajo ko me përmbush si fëmi, ko me ko ma i qetë, ko me ko ma i lumëtër, edhe unë e kom pa në praktik me djallin tem. Tash kjo nuk ka veç me djallin tem, po është ka fëmi që në rrit, është metodologji e vjetër, që ka bazë, ka studime dhe fëmijë tjerë. Tani edhe ka aspekti, po kjo është metodologji në një aspekt. Tani për aspekti disiplinës, kur kam hulumtu për disiplina, u kon që kjo gentle parenting ose disiplina pozitive, më ka përshtat shumë se edhe keq kuptimit e gentle parenting edhe disiplinë pozitive janë që fëmija bën çka don. Kjo zakonisht shkon permissive në prindërim permissive. Edhe po jo, esenca kësaj u konë që fëmija kur me i kuptu emocionet e veta, mi ndje. Edhe nëse i ndjen ato, jo me dënu pse po kanë, ose mi thonë sen s'ki. E bën mu ndje të sigurt, me konë afer ti, edhe mi a spjegu. Unë ja kom njësë ka dale, e kom pa që është të funksionu, normal, ku gjës funksionon me një herë, po përvoja nanave jashtë, më kam bu shumë të sigurt në vete dhe me pa që funksionon. Tani edhe kanë qenë edhe libra ekstra, për shembull, qëtash në çdo librari edhe në Kosovë është The Whole Brain Child, truri fëmijës, që besoj që çdo prindi një bazë ja jep me kuptu fëmijën e vet në çka ka lënë, edhe mas 3 vjetë gjithë qysh kam ja pa frytet, kam e pa mënyrën qysh ka fol me ta. Majlinda, po, kur ti jetu e përshkru, do me thonë, po t'inglon si diçka normal shumë e mirë, por realisht, unë po mendoj njëkohësisht edhe për nanat të cilat sa i përket pjesës vetë të shëndetit mendor, nashta fokusohen për shembull te praktika Montessori ose te disiplina pozitive sa i përket prindërimit pozitiv. Por realisht, mrena vetes vetë nuk janë gati mi apliku dhe pse dojnë, tentojnë. Edin, qëtu kisha desht që nanat tjera, nanat të cilat, dhe me thonë, shohin që një metodë Montessori, një disiplinë pozitive, nuk po funksionon, nuk është ideja që fëmia ka problem. Edin, na kemi nevoj mu marë si nana me veten tonë, se fëmia asnjëherë nuk është fajtor. Po, e vërtet. Dhe thonë, nëse një fëmijë joni sot, unë po ta shpeqes veten në rolin e nanës, kur fëmia jam e bën një gabim, unë automatikisht mendoj ku jam unë çto. Ku është roli jam, çka unë kom gabu, se unë kom gabu diçka. Unë kom bo diçka që ato pe dërgon të një sjellje pa përshtatshme, ose të një që ajo struktura që shtje të regove, okej, na shkojmë natyrshmëri, po duhet me pas një struktur. Po prapë kisha desh është okej kur nuk funksionon. Më thonë, mu konë okej kur nuk funksionon, po prapë ktheu të vetja dhe merru çka ki ti, se ka njerë nana din, mu sfidu shumë, mu stresu shumë. Po, patje, po. Edhe mos me pas qatë durimin, edhe se ka njerë për shembull fëmia kur është të e bo qatë lojën me që përmente ti me kerë. Hajde okej, a ke lon 10 minuta, i thot, po du me najt hala, edhe nanat ka njerë në qësi situata, sforcohet durimi. Po, patjetër e kuptueshme. Vlerë, në fakt, metodologjia Montessori kjo është veç nëse tënë ti me bu diçka ma ekstra dhe me pas ti ma strukturu me çka po dënë. Për ndryshe, kjo kthehet në natyrshmërinë e fëmisë, me ndjek interesin e fëmisë, natyrshmërinë. Për shembull, një kohë ne kom pas qef shumë mali Lego.
se mu kam pëlqy. Dësha mja sforcu qëtë shumë. Okej. I blejsha, hajde bashk, nuk dojke. Unë nëjsha me sforcu dyqysh. Tani e kom kuptu që jo, nuk është i interesum, ka interesa tjera. E ka njëna që to, që i kena, i ndërtojna idetë tona, andra tona, jo çdo fëmijë është i njëjtë. Po, në esencë, çdo fëmijë e ka një interes, ku prindi do të me vëzhgu. Prindrit, se tash është këtë barra ka njerë kur është veç të nana është shumë e vështirë. Unë me të vërtet pa burrin tem, nuk e di që kësha mujt mja dalë. Nëse ka qenë një kra, një motiv shumë i mirë për mu. Që ato vjetë nuk e di a kisha mujt për një me nëse së më kishë ndihmu. Kjo ka që me ndihme në Allahut, që na ka eduku, na ka formësu si prind, ka dashtë Allahu edhe na ka lehtësu, se normal pa ndimin e tij s'kishte mujt me arrit në pikën ku ina mirë kuptu se është vështirë, në çato gjendje mentale ti mu mirë kuptu në shtatë me burrë tanë, se është duket që kitë bota është kundër teje. Ama A keni qenë të dytë në të njëjtin rrugë të mënyrës të jo gjithmonë, po nështë që unë jam, më ka pa labi që po interesona, po lexoj, po mundohna, edhe këta si po që insistoj. Okej, vazhdo ti se mirë. Po edhe i ka konvenu, se normal, ai vi që ka marrë informacionin e gatshëm, unë e kam bërë ulumtimin. Nuk do me thonë gjithçysh me ndjek një metodologji, se kjo është edhe luks për dikana, po kupton. Po esenca është me këshyrë çfarë interesi ka fëmija jëtë. Në çka është ma i mirë. Jo çdo fëmijë është i mirë me mësu sa në përmensh, jo çdo fëmijë është i mirë mja nis me lexu me 3 vjet, apo kupton, dikush, jo çdo fëmijë ja nis me ec me 9 muaj, a dhe një fëmijë të ndryshëm e kanë janë nanat edhe tu mundu mi këshyr me fëmijë të tjerë, mi krahasu tani ka ndje impresionin. Sani unë djali jam për një me ka njerë kur e menoj qysh s'ko mujt shumë, qysh s'ko mujt mi rezistu mos krahasimin me të tjertë. Ka fol vonë, ka ec vonë, ka ec me 18 muaj, presioni ka qenë i hatashëm. Aftësit e shoqnisë, to social skills i ka pas 9-0, dhe më thonë heq as me daj, as gjyshër, as heq që kërkan. Dhe më thonë as me shoqet e mija, veç mu edhe babi. Nana babi, presioni që na ka mbo, që ti dosh me sforcu, dosh gjithçysh, u kon diçka që nuk e di që kom bo balë, që ka dashtë Allahu, edhe kom lexu non-stop që është një kohë që ndosene është ma i zhvillum, ndosene s'është ma i zhvillum. Tjetra, unë edhe gjatë disa kohëra, për shembull kur s'ka kom fol me logoped. Kur më kanë thonë që okej, që ky fëmijë nëse s'ka pas screen time, është okej nëse vonohet me fol, kom thonë okej. Do të thonë është mirë non-stop nëse fëmija jot e sheh një problem, që s'është diçka, lejt çka bujnë prind tjerë. Fol me dikon që është adekuat, psikolog, logoped, mos e lem u rrit problemi, se shumica e njerëzve që unë e kom pa, ku gabojnë është që kur e ka një problem me fëmijë, çaj problem shkon të u rrit se e neglizhojnë, e fajsojnë fëmin, edhe tani ai problem është shumë ma vështirë tu u pjek fëmija, tu ndërtu karakter. Nështë përparësia jam, ka qenë që se kom pa vetën shumë të ditur ose të aftë, pa u konsultu me njerëz, pa hulumtu, pa lexu. Realisht ki qysh me pas aftësi kur është përvoja jote e parë, jo vetëm ti, po secili prej nesh. Po ideja është, do të thonë që mu drejtu qysh po thuti te dikush që duhet. Ka njëherë vlerë edhe menojmë për shkak që na ngushëllojnë njerëz jo duhen. Vjen ti bisedo me dikon, apo po mos tani se fëmia e këtij çështo ja ka bo. E nështë fëmija jot ka problem ki tjetër. Krit problemi është që na nuk dim, po konsultohu me njerëz të gabuar, edhe ja bujmë pak qefin ka njëherë vetës, e që menoj tani që to lindi probleme ma të ndoja. Se çdo problem që ja nis, në fillim kapët, shumë e lehtë është me undreq, sa ma herët e kapë. Unë kur e kom pa që fëmija jam ka probleme me që të adaptimin vene të reja, mu shëshnu me njerëz, ja kom njës me hulumtu, me këshyr, çka është ndodhë, e tani ja kom njës e punu në qatë aspekt. Tash është këtë fëmi tjetër,
se na munu me punu me të, ka dal, tani janë nisi dikur, veç me qika këshqef, me shoqet e mia, dhe me familjarët mu shoqnu, po me djem nuk dojke heq kërqysh, të pa mundur. Po, e tani me burrin e kena bo që, okej, pe dërgojna pak, e ka marrë zyre pak, e ka pa që shkojnë, në fillim ju një keq, i ka ardhë marrë, s'ka dasht, një herë ka pak, një herë 10 minuta, tash se ka problem heq, dhe me thonë, gjithçysh është mirë, munu e gjetë mënyrën që fëmija adaptohet edhe mos të marrë me sforcim, e pa stres, e ndjen fëmija qatë stres. Tash unë e di që nana që kanë 3-4 fëmijë në moshat afërme është shumë ma problem, ama besoj që shpresoj që burrat kanë me kuptu që një gru vetë çdo sene nuk mund një po, pa një fshat të tërë. Mi ndihmu grus, një edukim e mirë fill të fëmis nuk ka shans me ndodhur. Po thuaj se është e pamundur në çdo kohë ku po jetojmë, se normal tani Allahu i sprovon njerëzit në mënyrën në situatat në çfarë janë se një gru nëse Allah, me mendimi im personalisht nëse një gru nuk ka burr ose ka ndodhur për x arsye, Allah nuk ka më sprovu, ka më çu bereqet, ajo vetë ka më mujt me edukue, na kena edhe shembuj të ndryshëm, për shembull që kanë dalë dietar shumë të fortë që nanat i kanë eduku veç vetë pa kërkon. Po në situatat kur burri mund me qenë prezent edhe nana s'është mujt m'ja dalë, është mirë m'ja kap dorën edhe me i marrë sebepët. Normal. Pajtona plotësisht që prezenca e babës ose e bashkëshortit në këtë rast është më se e nevojshme edhe e patjetërsueshme dhe pa zëvendësueshme prej asnjë figure tjetër, se fëmia automatikisht është natyrshmëri që duhet me urrit me 2 figura, nanë dhe babë. Tash, nëse Zoti e sfidon dikon me vdekjen e bashkëshortit, ndarje, okej, po këto janë përjashtime, përjashtime ose arsye, po prap, domethënë roli i tij është që nuk e zaventson dikush tjetër, po jo vetëm roli si pamje. Edhe nëse ti tha në kohë sot, tash është ideja me qenë prezencë, me qenë përfshirje. Po nuk, ka njerë keq kuptohet që kjo që veç me gjendje financiare, unë e kuptoj që është sfidë. Në fakt, është mirë më bu marrëveshje mes çiftit. Për shembull, marrëveshja jonë ka qenë që unë po edukoj fëmin, po sakrifikoj vitet e mia për edhe karrierën ta për me eduku fëmijë, ndërsa burri jam e ka anën financiare. Tash, normal, këto mendime që kom në punu, po du se one të njëtën tam kom punu, e kom pas paret e mia, tash ka qenë sfid me dalë në një piku ti pej zeros, tash haloj kom këtë sfidën që edhe shoqënia që ashtu që të pyet, apo punon, e pse s'po punon, edhe është sfidë, ama kur e menojna sakrificët që na dy çka kena vendosur me bu, është diçka më e madhe se sa vetë ndoshta çka unë i kam qefet që tash. Tani tjetra është që e kuptoj që burrat lodhen, kanë sfida të ndryshme, për ta nuk është e lehtë edhe ana financiare, po as për gruan s'është e lehtë me qenë 24 orë në shërbim të fëmijëve, se edhe ti non-stop trunet, non-stop punon, organizon me çush me rrit fëmin këtjo, smundja, mjeku, bajrami, Ramazani, domethënë ibadetet, Kurani, domethënë ti non-stop konstant. Domethënë ti kurs vallajn ka njëherë kur me dhënë mesën e shoqeve të mia ka njëherë ka njerëz që kam shoqe që s'jonale truni korr në shtap. E ti një kafe kur dal me pi e ki dikon non stop afër teje. E ka njëherë unë e kuptoj që burrat se kuptojnë, po është mirë mundu mi kuptu se është sfidë, valla është sfidë me rrit fëmijë të mirë edhe që krenohem, se ka njëherë e ke vrejt vlerë me burra. Nana rritë edukone, po të pa mundrën, ata tani pistojnë, çfarë fëmijë ka? Kjo është valla se si sukon që ashtu po e ka po dikush, o shkak dikush u bu. Po realisht, Majlinda, unë normal tash fëmijët janë të pavarur, matritën, po kur e kujtoj vitet e tyre të fëmijërisë hershme, normal që mbështetja e njerëzve për rreth është jashtëzakonisht e rëndësishme. Unë 4 vite kam jetuar në Gjakov, ku kam qenë me vjerri, edhe mbështetja atyne po dhe burrit ka qenë shumë, domethënë është shumë lehtësim kur ki njerëz për rreth, domethënë që në një moment të caktuar që të paktën ti nuk i ndërpren disa punë tuaja
që aty për që aty vazhdimisht me shumë pak minuta, më thonë se roli se cilit në qatë edukim, në qatë rritje, është i madh. Edhe mandej normal që roli i babës, po ka të rëndësin, efektin e vetë, po mandej kishim fol edhe për so shumë e shohun gjatë punës përditshme, ndikon të fëmija dhe raportit të dy prindërve të rritja atyne, edhe pse është temë shumë delikate, shumë, se une ishtë tash fëmijët e rritun edhe shoh për shembull me çfarë syni gjykus ka njëherë na këshyrin adin, për shembull me atë kuptimin që une se kisha buqet veprim, për shembull me burrë temin, ose se kisha bune me gruan, adin, më thonë, se e idealizojnë lidhjen që nuk ka shansa me qenë ideale. Po, e vërtet. Kështu që e vazhdojmë bisedën, po për momentin po vazhdojmë me një blok marketingu. Majlinda, unë e tregova thash sa i rëndësishëm është, ju i keni normal, fëmijët më të vegjël, edhe hala ata funksionojnë sipas stadeve të zhvillimit tëne, se secili fëmijë nuk mundet me mendu si na, as me qenë 17 vjet, as me qenë 7 vjet. Po a i përcjell kështu, ti tregove që kom përcjell nana të cilat të kanë bërë përshtypje, të kalon përshtypje për mirë, sa i përket rritjes edukimit. Po te kjo pjesa për shembull e raporteve, çu ndikon një raport në rritjen e tëne, faktikisht që kjo kom pjesa më e rëndësishme që unë kom dashur punu, për shkak që shumë shpesh edhe disponimi i partnerit ndikon edhe te ty, anasjelltas. Fillim u kom pak sfidë për shkak që na jena mësu në një farë lloj jena mësu veç në një lloj të prindrimit ose një lloj me pa që veç nana e kryen punën e edukimit, mirët me fëmijë, edhe baba shumë pak. Tani ka qenë pak sfidë, normal, burri jam është gjithmonë u kon i gatshëm me bashkëpunu, me ndihmu, edhe pas një edukim sa më të mirë, po normal tani deri dikun mund me ka qenë pak sfiduese se nështa unë jam kun shumë ngarkume në gjendjen emocionale se u dash me mbledh shumë kur djali jam ka qenë në moshën që fillon me kuptu emocionet e veta, që ja nismi me vetë rregullu emocionet e veta, ka qenë sfiduese për mua tash, ai tu i vetë rregullu, unë kom mësu bashkë me to që vetë rregullohen emocionet, se nuk është që kom pas naj sens të vetë rregullimit të emocioneve në moshën e tij. Edhe ka qenë sfiduese pak, vlerë mos me bo lule edhe normal. Po ka qenë edhe bashkëpunimi neve dyve ka gja mirë.
Edhe i na munu me rujt qatë raport para djalit mos me pas asnjëherë diskutime. Elhamdulillah ka dashur Allahu, ty të e respektoja një tjetrin, nuk kena tipa që bërtasim, folim fjalë që ofendojnë një tjetrin, s'u konë në atyshmërinë tonë, ajo konë edhe prej fillimit lidhjes, e kena pas ato që na kena mja rujt limitit njëri tjetrit, s'ka, du të mi respektu, dhe më thonë, kjo ka qenë para martese, po normal tash, kur të linë fmi, disa sene mujnë pak me livrit, po asë njëherë s'ka pas ashtu me thonë që zona traumatik që bërtasim. Tani edhe kjo, edhe në një libër që është What Happened to You, çfarë ka ndodhur ty, e shpjegon tepër mirë që është fëmia, edhe kur është bebe, dhe më thonë bebe, 6-9 muaj, e kupton bazë të bërtimave të zonit tonacionit, se zakonisht gjithë është një tonacion i njëjtë në shtëpi. Kur ngritën zënat, fëmia e kupton kush është zoni i nanës edhe i babës. Edhe kur baba i bërtet fëmis, truri i tij ja nis e perceptu që që ky zo është të e lëndu në anën tem edhe është i rrezikshëm. Dhe më thonë, s'ka mundjej, dhe më thonë, prej i vogël, prej bebe, fillojnë qëto aspektet traumatike. Tani na mos çuditem nëse në një shtëpi ka bërtima, shamje, mos çuditem nëse fëmia s'ka me respektu nanën. Mos çuditem nëse fëmia ka me pas problem me nervoz. Ka me konë fëmi që thujnë na fëmi i egër, që ajo vjen dikon. Në atyshmëri, fëmija mund me konë fëmi ma temperament, me pas emocione ma shumë, ama ju ndërin në qatë pik pa im supe i dikojt. Që kjo na ka bu mu edhe labin me konë shumë të fornë që të pik edhe më munu tepër. Beso vlerë të me një mosh nuk po më ishem im shef, apo kupton, se tash mali e kupton prej ftyrës tonë kur diçka s'është në rregull. Ama tani me një mosh edhe jepata nisan edhe me lexu që aspekt që është mirë që fëmia me kuptu kur diskutojnë prindrit që diskutohet. Një diskutim i shëndosh. Edhe tash normal. Ka njëherë bile unë jam kur diskutojna na i sen, për shembull shumë diçka që ndodh, edhe tash nas folim as njëri, veç heshtim. Edhe thot mali, tash ai më drejtohet mu, se ai menon çfarë gjë ndoshta s'e di pse, thot nan është koha me kërku falje. Prej te e kërkon gjë? Po, tash unë e pres, thëm, okej, a me shtyp egon me dy këmbët e mia, jo, tash nëse du me konë shembullut me thonë, okej, unë po të kërkoj falje la, për këtë që ka ndodhur situatën, o tani nala dhe pres, thot, tash babësh koha jote me kërku falje, të më thonë, tash ai është fëmija e ku a kuptu, tash nëse ti dëmë në mësu fëmin tonë që kërkojmë falje në këtë shtëpi, jemi familja, bot pjesë e ti, ti duhesh me thonë, okej, më falë, edhe me shtyp që pavarësisht nëse ati hit's ki faj, e keq që ka arë se gjatë kësaj kohe, kur unë i kom bërti, se nuk unë është me qenë vlerë prind perfekt, gentle parenting nuk thirë në prind perfekt, gentle parenting thirë nëse i bërtet, i thu më falë, ka qenë gabimi jam, kom reagu keq, po edhe çka ke bo ti, du të me këshyr me regullu. E tani kjo krejt, tani a i fëmije kupton, okej, unë po gaboj shadikon, po kur gaboj, du na me marë përgjithësi me kërku falje. Nuk ka shansë një fëmi me kërku falje, pa të po ty të kërku falje, pa marë përgjithësi vetë. Edhe këto kjo mësot tu e pa prindin, tu e pa mënanën, tu e pa babën. E sidomos që baba është një karakter shumë i rëndësishëm. Dhe më thonë, ka studime që tregojnë që fëmijët që s'kan pas father figure, dhe më thonë rolin e babës në shtëpi, edhe se ka jo veç në shtëpi me lëshu televizorin që kanë shumë ma herët. Në shtëpi, me ul, me fol me nana, me lujt me fëmijë, kanë pas shumë probleme. Bile ka studime që edhe tregojnë që aspekti fetar, nëse baba është i praneshëm në fëmirin e tij deri në moshën 7 deri në 10 vjet, çaj fëmijë fetarisht ka me qenë shumë ma stabil. Dhe më thonë nuk janë veç të kënë që to studime janë për njerëzit që nuk janë fetar, nuk janë as musliman, as krishter. Ata kanë bu studime sa lu në rëllë ndikimi i babës në aspektin fetar, në fëmijë. Edhe, të më thonë, është e mahnitshme, edhe për një me vlerë është deri tash sa e kena po, unë me burrin tam, lunë shumë rol. Lunë shumë rol baba, edhe sidomos kur ka djem. Po. Majlinda, ju e përmende edhe aspektin fetar, edhe dhe më thona e dim që me qenë sot praktikus të fesë, elhamdulillah, nuk jenë ato sfidat, vështirësit e para shumë viteve. Jënë të i kalu.
Po prap se prap, do me thonë, më me thonë që është ndryshim social, se në shtëpi ka disa rregulla të tjera, mënyrë që funksionon, edhe disa gjëra që limitet munden me qenë ndryshe mrena dhe ndryshe me qenë jashtë shtëpisë. Edhe tash kur del fëmia automatikisht në momente të caktuara ndoshta ka me ndje veten, do të thonë që disa gjëra që nuk lejohen te na ose që na i bojmë të tjerë nuk i bojnë. Edhe me pas ndryshime, çysh e mendon çto? Për shkak se unë mendoj që unë personalisht deri tash çysh na kemi funksionu, ka qenë me shkun që të formën e modelit. Nëse fëmia mu më ka më pa tu e fal namazin, ajo automatikisht unë të ditën më thonë falu, s'funksionon nësaj ty nuk të shetu e bosh atë veprim. Po me shku me një farë lehtësie që me kalu në natyrshmëri, edhin, me kalu në mu mishnu, me që ato mu bo si pjesë e vetja, pa e sforcu shumë, se ka njëherë, që shta dhe ti ke dosht ato legot, mja instalu që është qefi joti, ka qenë, tash edhe për shembull tash po kapna te pjesa namazit që mund të më qenë diçka nashta mas sfiduese për krejt nesër prind, edhe ti tenton me ja instalu si diçka, po prap se prap duhet më ardh një farë pjekurie. Unë mendoj që me informu për çatë rëndësi, me dëgju, me informu për rëndësinë e namazit, jo vetëm falu. Po. Edhe në çush e sheqet pjesë? Realisht na ma herë ka qenë ma e lehtë se nuk ka bu shumë pyetje, po ka fillu kjo edukimi fetar na e kemi fillu pe i vogël. E kemi dërgu shumë në xhami, ndoshta ka pas kohë që një ditë s'un ka ik pa çun në një vakt në xhami. Edhe e ka pas në qef shumë xhamin e madhe, domethënë që aty ndoshta çdo ditë e kam dërgu. Kom shku kum ka ra ka xhame ec dhe në xhamit madhe, po për shkak se i ka pëlqy, tash na do të me sfidohemi dikon, do diçka edhe me bu për i vetës që s'na pëlqen ose pritojna për me dash me bu diçka të mirë, ma të madhe. Tani edhe që kjo, që në fillim me tregu drejt vlerë, unë jam pak person që e marr ma me vrull aspektin fetar, Eliavi është pak ma i qetë, është mendon, ai është me këmbë në tokë, unë e pak jam edhe e kena bu një farë balancit të dytë. Edhe qëllimi jonë, kur e kena bo plan është që mja instalu dashnin për Allahun, kush është Allahu, të mira që jep aj. Çdo sen e kena lidh me Allahun, do më thonë, hala, nëse një ditë nuk e di që kena bisedu, edhe i kom thonë, po se une, kom frikë që Allah, po pëse në dush me pas frikë Allahun, ti du të me pos, na e dojnë Allahun, Allah është i mirë, pëse me pas frikë, do më thonë, Halo e ka konceptin që Halo nuk e ka konceptin e frikës, se na mundu që çdo sa duhet me bu për Allahun, për shkak që e dojnë Allahun, jo për shkak që i friksohemi Allahut, për shkak që Halo nuk e kupton pse duhet me pas frikën. Edhe tash është në atë moshën 7 vjet, kemi fillu me moshën 6 vjet, mja instalu tani namazin se vlerë nuk është që mali e ka bu me qef u arë, ka thonë për du më falë me ty, ka pas dhe në një mosh 4 vjetë, po tani ka pritu. Ka pritu me marrë abdes, unë nuk kom dash gjithë qysh me sforcu, se kom thonë, okej, ka ko. Po masi duhet që pej 7 dhe 10 vjetë preferohet me fillu namazët, na kemi fillu pak ma herët që mëse pas atë stresin, me 7 vjetë, me abu duhet gjithë qysh me fali namaz, se ja kena njës me 6 vjetë. Edhe qysh e kena bu, unë dhe burri jam, është e kemi pa që me 7 vjetë ja ka njës do sena me pritu, e kemi po një plan, një e kena vendos një planar në dhomën e ti, edhe ka me falë namazin e jacis, ka me ledzu, ka me bo qëta edhe qëta, edhe qëta është herën e punë, edhe i kena shti taravit. Edhe sa herë që i falë në namazin e jacis, ka me bo një tek. Sa herë që i ka falë taravit, ka me bo një tek. Edhe që aja ka jep një farë lloj motivi, vetbesimi. E ti që ka me raportu diko. Po. Edhe ka fillu, tash e den, priton. Nësë për të rëku drejt, priton, normal. Dhe ka njerë që dje nuk e burën shpe. Situata shumë të njohura. Po, edhe sa masi sa babis po falë, thashtë jo, kena mu falë, edhe ko marë, edhe tu e ngucë, tu e diglit, tu e kapë kështë e peqaj për qef, edhe shtina në banjë, merë abdes, tani e falim jacin bashk, edhe në po që fali sunetin, tha,
pritoj me falë Jacin, tani kur e pa që me falë Sunetin, thash priti që dojnë, ja nisi pe falë dhone pra. Tash kjo du të më shëndru në loj, në momentit që ti e sforcon, edhe i thu, tu shë mora abdes, kiqare, tu që ta dënon Allahu, tani që tu ja mundesh me tash se di se normal, këtë familjet nuk janë njëjta, po unë për mendimin të nuk është të shëndetshme. Po, normal. Tani, për momentin edhe jemi të është në një lloj kurse, shtu në dile, pe ka një orë, aty po mëson, elhamdulillah, edukim fetar. Po, janë të e bu një punë të mahnetshme, ata një që kjo pe mon, kanë sira, kanë i mësojnë duat, mësim besim, mashallah te barakallat, edhe po është prej shtëpis, edhe po është, deri që to, në qëtë pikë më ri, alo herët, me Kuran nuk i kena shumë të mirë me të, se në momentit që janë nëse me qujmë su shkronjat, linda one, tani kur s'posh nana pak normal, prezente ma shumë. Po elhamdulillah menoj që jena tu arrit deri diku me formsu në një musliman të denjë që i shërben edhe gjematit, që është i respektueshëm, edhe mbi të gjitha çka unë synoj për momentin është me pas dashnim për Allahun. Që momentit që ai ko me arrit në një moshë dhe ja nis me kuptu për një mes, se tash hala se ka moshë me kuptu se hala 7 vjetë sa i ka bo, ai me pas breng për një me Allahun. Kupton që kudo që shkon, me di që Allahu peshe, jo për shkak të frikës, po për shkak të respektit dhe dashnis për to. Që kjo është, dhe më thonë, qatë qka unë synoj si prind për momentin është, djali jam, kudo që shkon, me di që Allahu e sheh, edhe për shkak të respektit dhe dashnis për to, me pas, me mës me bo sene, e jo për shkak që unë e kum sforcu edhe ja kum shti qatë frika. Konsideroj Majlinda që qëto që ti e tu i thonë, fmit pavarësisht, na ka njëherë jemi kërkus, unë bisedu me dhe para ma herët, më thonë i kom fmit pak ma të rritun, edhe tash adoleshenca normal që i ka ato sfidat e veta, po mendoj që asë njëherë nuk na humb mundi në asë një moment, për çdo fjalë dhe çdo veprim dhe çdo tentim që na e kemi bo për me instalu diçka në aspektin fetar, më thonë tata. Për shkak se nëse na jemi rrit në forma tjera, shembull për marrë, nëse na e shohim sot një bredh vitit ri, edhe na ngjallet një nostalgji për fëmijërinë tonë, pavarësisht që sot nuk e bojmë njëjtin veprim. Po ajo është nostalgjia jona pse se na ashtu jemi rrit. Edhe unë gjithmonë që kjo është një shpresë shumë e madhe që fëmijët tonë kudo që shkojnë, në çfarë do situate që janë. Do të thonë ata gjithmonë atë ngushëllimin, atë nostalgjin kanë me pas të lidhun me Allahun, me aspektin, do të thonë, të besimit. Edhe i besoj shumë fuqishëm qësoj, diqysh mon... Që traditat. Po, që kjo pjesa, do të thonë, e fëmiris hershme që ti e instalon, do të thonë, qëto format të pas sforcimit, se okej, ti e sforcon, po jo gjithmonë bre ti ki me qena të me shtia ato me boshat dhe prem. Ardita Kahrimane. Po, bashkë Allah është përblift. Po. Kur kem në një mledi, e tha një sen, qka do, që të instaloni fëmive, dikur s'kam ju shku mund, dikur që ato kanë me ardhë. Edhe subhanallah, tepër më ka godit, se dyqysh që ka një herë, nështë ta i din kitë senët, nështë ta hullum tënë, po valla ki nevoj dikush me t'i kujtu, se ta një të metë që ajo, për që ata në një grupë që jemi, e shkrujta, qka ju ka një mu juve si nana, që për shamull, edhe një dit tjetër me një shoqet, me disa shoqet të bisedu për brengat e më mësis, të regun që duaja, me po dua, s'po flan, bo dua, s'po han, bo dua, po është emocionalisht keq, bo dua, lutë Allahun. E bile bash tani e ktheva në hajgare, tash po lypim prap fëmijë perfekt. Tash kjo s'është esenca që me lutë Allahun, me bo dua tepër shumë se në esencë, krejt në esencë po është duaja, valla vlerë se na i marrim se vetëm në ato çka po. Po ne e shoqëron me dua. Edhe që kjo që mos munojnë, mos mu demotivu, që shka thonë Ardita, gjithqysh dikur qajo kam ju bu, për shumë tradit. Na këtë herë në shpinë tonë, sa shmali, shma i rritën, po dhe ma shumë, e këna po që
tradit, ai ka me ndreq tryezën e iftarit. Se ka ndreq mirë heq, nështë pa ai mundi, me kap, me fshi, me qit pjatat, edhe me na bum hap një sy tash që sa bukur e kom ja boti wow, ai dikur se unë e di, unë na një iftar, unë e kitë për Amazonet që ka mojnë men është, që e nostalgjia më që ishe me blej pitalka, tani el shejke nana, pisti vina atëhere, unë e kitë haloj kom që ato në krytem, që ka bu nana ja. Që bile që të herë i thash lapi, më ka marrë malli, edhe ju teka, alë shoh gjithë qysh televizorin, po du në kohë iftarit me kon, se më kish marrë malli për që të ndjej, me kon, me qaj atmosfera. Traditat janë seni ma i rëndësishëm që në fëmiri. Milion, për shembull, traditat mas shkollës, mas punës, mu mbledh me hongër bukë bashkë. Unë ka një herë, kur s'mujna me bo që të janë shumë sresona vlerë, se unë kom qef, ose për shembull, mujna me bo malit ushqime tepër të mira të veçanta që aj, kur tritet me thonë, nana jema ka bo që të janë, unë du. Dhe më thonë, qëto senet vogla që na thojna, o lodhëm, po kur të rritët, qatë erën, qatë Ramazanin që ty, ose këtë herë kam bo tradit me burrin, me shku, kinë kësecën në gjami, me falë të ravi. Tash nëse, qëtu tradita, qatë fëmi ka me majtë. Kur rritet ka me kujtu dhe ka me ndje. Edhe qatë ka mu këthy qatë në bazë, që ka thonë mësusja ardit në bazë. Kur të këthejemi qëto, qaj fëmi, ka do që shkanë, tash me lena Allah, me ndimin Allah, me sebepe dua, me nëj që apet ka mu këthy qatë. Se qka do që ndonë do një apet familja, është familje, këthejhët. Ka me mungu që ere shpi, që ato tradita, që ajo të shkum janë në gjami me kërë, që stresi me shkun të aravi me mëri, dikur ka me mungu. E që do që punojna që to 14 vjetë, besoj që ka më na u shpërbly tepër shumë, inshallah. Çdo mund, pa gjumësi, mos daljet me shoqni, se që kjo sfida ka njëra edhe burrave, sidomos është mos dalja me shoqni. Valla ka më shpërbly. Këna me pas ku me dal me shoqni, këna me pas ku me shku. Definitivisht. Krejt, këna me pas ku me bu, krejt, ama çdo vjet unë i kthejna. Besoj që tash ti e den. Po e di, se unë tash për shembull, kur më thirr dikush me dal, me pi kafe shumë thjesht, 30 minuta një orë. Unë kom hapësirë, a para disa viteve, unë jam kun komplet blok. Po, gjithë shka ka qenë strukturune në orar, kur me flejt, kur me hangër, a ditë s'ke pas kur far hapësire, e tash dëshysh më vjen shumë çudit na kur pa ta fillu që ato vitet e para, po dëshysh më do ke shumë interesant, po tash thom apsha, din domethënë gjithçka është kaluse, po vish. Po, tash përvojën tënde, me tregu që nëse të ka ikë një udhtim, pa e bu me burë, veç veset ka marrë malli, dikur keni me bu 100 udhtime, ka me të marrë malli, s'ka me pas qef me marrë me ty, se ka obligime tjera, gajle tjera, nështë s'ka ju nejtë mu me ty heq, apo kupton, qëto kalojnë, ama njeti që e ke bu, mundi që e ke bu, elhamdulillah shpërblen të Allah, që kjo ma e mira, e kitë kësaj pune, ka njerë kur e menoj, thëmë qysh muj njerës që s'kan motiv. Unë e për vete nuk i dija kësha mujt me botë qitë punë nëse si shkon për hirtë Allah. Se gjithë e menoj në gjenet, elhamdulillah, ka me konë një muslimani mirë, o ka me ma zbarë ftyrën, o Allahu ka shkrenar me mu, që me bëjt pa mundurën, munona se është sfid, vlerë, është sfid që nëse se kiti një motiv, një njetë, valla nuk është e lehtë. Edhe mund të në bën përshtypje shumë të njerëz, të dinë punojt e tjerë. Asune nuk kisha mujt me funksionu pa një si motivit madh. Po. A dinë as një aspekt, as në edukimin e fëmijëve, as në aspekte tjera, çysh jetohet për çka? Po, që nëse se kisha pas aspektin fetar, unë si kisha dhënë zor as për fëmijë, as për kur gjohë, s'kisha pas motiv për kur gjohë heq, unë qashtu e konsideroj vetën. Edhe ona njëjtë jam qashtu. Më thonë, që a thonë, katë, gjithë jeta është katë, s'ka diçka, dhe na i vlerë, kur gjohë s'ka pesh. Po, sidomos që unë jam pak person që kom qef pak mu knaq, e një ke knaqësinë, ku të është, ka njerë mënej, kur do sene që i kom nalë, thëmë, qysh moj, ka njerë do sene i privu, që i ke do shumë. Po, për shembull, se problemin e kom që unë e kom nevojë për shembull me ditë që kur e dërgoj dikon fëmin është i sigurt. Po. E tash ka njerët që kjo të limiton vlera, të limiton shumë. Po, normal. Edhe, kur e di njetën, kur e di mundin, shpërblimin, edhe thëmë, o Allah, veç për ty, se shumë shpesh më ndodhë, thëmë, o Allah, veç për ty, o Allah, veç për ty.
A di se tash sfida është. E normal. Ti sidomos që je me shamir, këtë sens edhe fëmija jëtë, se çdo probleme, na menojna që da vetë është që tjerë të shojnë me shami. Jo, me shami të shemë mas pari fëmija jëtë. Ti je një muslimane, me shami, burrët një njerë me mjekër, të fëmija jëtë. Se ai është individ, ai është person vete, ai nesër, nështë si ti pën 18 vjetë, ka me gjitë një punë, ka me dalë, vetë. E tash ai që ka po, 2 musliman, ai kanë respektu një tjetërin, ai janë konë partner të mirë me një tjetërin, qaj djallë ka me lyp një gru, si në gruja jote, edhe qaj vajzë ka me lyp një burë si ti, a kështë pas qef ti, me konë, me pas qika jote një burë si ti, edhe një gru si ti. Vlerësimi më i mirë për veten. Që kjo, po, definitivisht. Majlin e përmende ma herët ta folçi me shoqe për problemet e mëmësisë. Edhe kështu mendu diçka thash, a folin mëre babat në herë për problemet e të qenë bab? Ha, thu. Nuk e di, kësha pas gjef me ditë të thyrë një bab një ditë. Jo, këtu për qef, atin kësha pas qef burin me pas për bal, temin. Me vetë, po. Po, që tu të më dhe para kamerave, me qitë me një farë posicioni që kur shkojnë shpe, veç mu përvjellë dhe mja njësë se pas na menu kor vlerë. Se pas na menu bashkë me pytë tash si takona me burrin tem, dhe marrë djallin pytja parë ka me qenë, a folin a i heri për probleme për fëmijë? Une po mendoj, nëse folin komplet në kognicion, që ka din, qysh mu bo, adin, në jonë këtë aspektin e ndjesive që folin. Po, normal, ajo është instiktet që Allahu... Miren me disiplinën, po jo me regullimin emocional. Po, shumë besoj. Po, që qështu ata folin. Edhe në menoj se tani nana e këshyri në shta, edhe, m'spëdi, edhe probleme që ju probleme, alhamdulillah, tash në rrjetet sociale nana dikush diçka poston për prindërim, edhe tani na kena ma çast në më informu. Burrat më postu për naj loj, për naj futboll, basket, ama. Ose Call of Duty. Bash, ja kanë follow naj blogger bob, sepse po ka edhe blogera bob. A ka? Po, valla, edhe jo ndosh që unë mësoj shumë për i tyna. Tuja shqip tuj, jo, tuj. Ma mur me një avishtar, mos të rasisht. Jo. Këta të na dhe mu marë, nuk dalin bashkë në qasi nivelja, disi ju do këtë ullje. Po konsideroj, s'pëdi. S'pëdi se zakonisht për shembull pak nuk e di. Po dhe shumë sfiduse, me shpresë që pëmënej të pak të fëmijët tonë kanë me pas një qasje në shtadim, pëmënej të njëjtën me vazhdush është një ndryshon, po prap se prap me fol. Qëre? Lena, shash kuve të fundit e kom lexuar një libër, tash po më rritet djali, po sfidat reja, problemet reja, është një libër Raising Boys. Edhe në librin Raising Boys, thot, 0 deri në 6 vjet, deri në 7 vjet, nana është tepër rol me rëndësi me marçat në dashnin e nanës. 7 deri në 14 vjet, sa një më i rëndësishëm për t'jamt është baba, roli model. Me di qysh baba punon, qysh lodhet, qysh fol me shok, qysh del me ble, harq, qysh i ndrejt sanët, dhe më thonë, aj krejt, qysh ka me kun një burë, qysh ka mu ndërtu aj burë, qysh ka mu formësu si burë, është prej moshë 7-14 vjetë që e merë. Që dhe me thonë, qatë moshë 7-14 vjetë, ti ke shku në gjami, ka pa babën, selam aleikum, të shku në gjami, aj, dikur kam ju kujtu, baba jam, shkën në gjami, burri shkën në gjami. E tani sot për 14 vjetë e të naltë, duhet me gjetë një model hoxh në këtë rast, ose naj vlla që është Davedgji, që aj fëmija jëtë ja beson ti që aj mund je i lirë kur të ka naj probleme shku me fol me ta. Edhe tani hoxha Enes më patë pëlqy që e të regoj ke rëndësin e me ditë autoritetin e hoxhës. Fëmija jëtë mësu me mengu hoxhë, një hoxhë. Dhe më thonë, me kuptu sa i rëndësishëm është hoxha. E tani ma lidhë ke me qëtësane, 14 vjetë plus, që me pas dikon me shku me fol mund je i lirshëm. A ti qa kështu me ndu që tash? Ju so mire pas këtë. Dhe më thonë tash, të madhin, të e dorëzu në rol. Po e kom dorëzu në rol të madhin. Shumë mirë. Prej që ka lindë, djali po valla është e pamundur. Vlerë, une në sa shtatzani kom pas pak me hormonës që unë kohën mirë, edhe në shtatzani e kom pas që kur t'i bërtet fëmis, sa keq është. Sa e kanë së, ma bëjke, mali thë ke tu rrit barku, tu bërtit ma shumë. Se s'kom pas, unë nuk kom besu që ti kur ti e shtatzani a merë dikujt i nati, kom thonë,
Ama qatë shumë, e pa ta marri nati, lapit edhe malit, subhanallah sa sfidu ko. Edhe i kom bërtit këgja shpesh, që nuk u kon në 6 vjetët e mija, nuk u kon une. Unë i kom bërtit, po jo në tonacion, bërti me më ka pas një limit, nëse unë kom folë qështu, kom folë në 7 tone, ma shumë, kur ma shumë. Edhe u kon shumë, elhamdulillah, ka kuptu, ka që ma i madhe, i ka me spjegu që unë jem 7 zonë, jem të munu me kontrolu, nuk është që unë po du. Po dhe që kjo sqarimi ka shumë rëndësi, pavarësisht që ti nashta herë mundesh me dalë për që aty në rregullave, po prapë se prapë sqarimi ka shumë rëndësi që me ditë, se që mos komunikimi neve krit problemet na shkakton. Pri që është bebe, dhe bebe ku është, nëse ndodh diçka i vërtet, dush m'ja spjegu. Nëse e thënë që të gotë bebe, ti thu se, qëra, qëta është djallin e një mosh, pe merë markirin, se pe shatë madhe në pihin parketit. Edhe ka kuptu vlerë, subhanallah, 11 muj ka valla bila, e merë markirin. Edhe veç që thëmë, lom në bord, e merë edhe janis halapaja s'ja kapi, kanë, te për shumë. Se doher ja ko marrë dhe i kom thonë, veç këtu vizatojna, po kanë, 11 muj ka, subhanallah. Se na e neglizhojmë ka një herë, faktin që ata kuptojnë. Edhe që ata, prej moshës vogël, nëse janë i spjegoni sana, o valla edhe nesër, nëse ka më shku në një shoqni të keqe, kanë me thonë, me bu diçka që s'bën, ata kanë me lyp një arsye, s'kan mu bin led. A nëse te prend me t'u bin fëmija, si ti thu diçka, mos e bë. Edhe me prit që ata mu bind, ata kur njës kanë me dit, me lyp arsye pe njerëzve që për një me nuk bën me bu diçka, arsye pse s'bën me bu. Që kjo mun ka klik. Gjdo sen ja spjegoj malit, ka njëherë është e lodhshme se ta shlyp për gjdo sen arsye. Kisha pas qef ka njerë me thonë, jo dhe u kry. Ama jo. Unë po du fëmija që kur shkojnë nesër, ku do që shkojnë, me pyt. Pse jo? Pse unë duna me bu këtë sen? Jo, nëse s'kam arsye të fort, unë se bëj. Kur e di që s'bën, është haram për shumë një sen. Po, që kjo konë shumë e rëndësi për mu. Majlinda, më kanë njoftu që sa ko që ku na ka përfundu, po kisha nevoj halo me vazhdu, qysh kisha unë qëtu, besoj shumë edhe njerës që na shikojnë, po a kisha dosht për ti një këshill për fund, për krejt nonat, po prindërit në përgjithësi. Më thonë, qëfar do këshille që ti e konsideron që nonat sot, nonat e reja kanë sot të nevojshme? Vlerë, nëse janë 7 zonë, nëse në proces të rritjes fëmijës në moshat e hershme, gjithçysh me lexu, gjithçysh mu informu, gjithçysh, edhe nëse e shohin që kanë probleme vetëm në agjim të emocioneve, me fol me një njeri profesional, gjithçysh. Me lexu, për momentin ndoshta një ndër librat, veç një libër u kisha preferu, Truri i fëmijës, shqip ose The Whole Brain Child anglisht, gjithçysh se e kupton pak zhvillimin e fëmijës atë çka të prat. E kupton çfarë faza është dhe tani nuk e merr shumë personale, nuk e shet që s'është fëmijë i lazdrum. Edhe e kupton që ata është u kalu kohë të vështirë, sikurse ti, edhe istikfar, dua, në çdo namaz, çdo kohë që është për me shfrytzu që të pranuan duat, mi shfrytzu që ato. Edhe me gjithë shoqe tjera që i kene parafërsisht njëjtat mendime, njerëz që të motivojnë, njerëz që të thojnë fjalë të mira, që nuk të demotivojnë, hajtë se ky kështu, hajtë se këtë fëmija, hajtë se këtë. Jo, njerëz që thojnë bravo, jetu ja dal, Allah të shpërblej, po ty Allah s'ka me ta hu mundin, ti çfarë pune jetu e bojnë. Aden që njerëz që se valla shumë e rëndësishme që kësan, që me pas njerëz, burri me të motivu, nana me të motivu, shoqet me të motivu, se ki nevoj, është sfid, nuk është letë vallajnë edhe shpërblimin që e kena për me eduku fëmijë. Jo rasisht haku i nanës, haku i nanës është qaqi madhë. Qata. Majlindu nuk në qaja zakonisht shumë. Shumë vlerë, Allah shpërblej, se me numa që shkon ka që natër shumë. Faleminderit shumë që ke prezente dhe që kontribuve në këtë epizod. Allah shpërblej. Amin edhe juve. Miropafshim në episodin e radhës.